Të mërkurën pritet që në konferencën e kryetarëve të propozohet ngritja e 2 komisioneve parlamentare të posaçme. Komisioni për reformën territoriale dhe Komisioni për reformën zgjedhore pritet të votohen në seancën e së në parlament. Pyetur për pjesëmarrjen në këto komisione, Sali Berisha tha se ende nuk ka një vendimarrje. Pres informacionin e kryetarit grupit parlamentar dhe të përfaqësuesve tanë në kryesi, diskutimin në grup për të dhënë mendimin për komisionet që ju pyesni. Ndërsa i pyetur në lidhje me regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 9 nëntorit, në kohën kur në Tiranë do të kandidojë Florian Binaj si i pavarur, Kryedemokrati tha se do të zbatohet kodi zgjedhor. Partia Demokratike do të zbatojë rigorozisht ligjin elektoral, kodin elektoral edhe në këto zgjedhje. Pa diskutim, por modalitetet e këto janë çështje të ekspertëve të kodit zgjedhor, por ne zbatojmë kodin zgjedhor. Duke komentuar vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit mes ditën e së hënës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha drejtoi edhe një herë gishtin nga shteti dhe qeveria.